Ajo që po ndërtohet në Vrinë nuk ka lidhje me zhvillimin dhe as me interesin publik, por me një mekanizëm të qëllimshëm për të hequr kontrollin e pronës nga duart e komunitetit dhe për ta përqendruar atë në duart e një rrethi të ngushtë. Skema funksionon në mënyrë të thjeshtë. Zona përzgjidhet për shkak të vlerës së saj, futet në një proces të zgjatur verifikimi, bllokohen regjistrimet në kadastër, pronarët real mbahen pezull dhe në momentin kur toka nuk qarkullon më normalisht, shteti e shpall territorin si zonë me interes për zhvillim, duke i hapur rrugë për negociata të mbyllura dhe projekte të papërgatitura. Nuk bëhet fjalë për vendim të rastit. Ky proces administrohet nga Korporata Shqiptare e Investimeve, një strukturë që vepron si ndërmjetës për kalimin e pronave publike drejt interesave private. Elira Kokona drejton këtë institucion me një mandat politik, ndërsa vetë kontrolli i lartë i shtetit ka dokumentuar se kjo strukturë funksionon pa standarde të qarta, pa kontroll real dhe pa studime serioze fizibiliteti, duke ekspozuar pronën shtetërore ndaj humbjes dhe abuzimit. Projekti është publikuar dhe aty shfaqen harta dhe dokumente zyrtare që flasin për një ndërhyrje direkte mbi një sipërfaqe prej 849 hektarësh në skajin më jugor të Shqipërisë, në kufi me parkun e Butrintit dhe territorin grek. Ajo që po ndërtohet aty nuk është transparente, por terren për kalimin e pronës publike në duart të paracaktuara. Vetë korporata shkruan se në fshatin Vrinë do të bëhet një mega projekt i cili do të shtrihet në plot 849 hektarë, edhe në skajin më jugor të Shqipërisë, në kufi me zonën arkeologjike të Butrintit në veri dhe territorin grek në jug. E gjithë zona e stërmadhe është shtetërore, e pa ndarë me ligjin 7501 dhe është djerë, pra është e gatshme që të falet privatit. Referuar njoftimeve të shpallura nga Korporata e Investimeve Shqiptare, e cila thotë se ka nisur një verifikim të pronave në fshatin Vrinë, Konispol, korporata shfaqsohet se po bën këto verifikime në bazë të një VKM-je të datës 20 nëntor 2024. Objekti i vendimit është për autorizimin e Korporatës së Investimeve Shqiptare për koordinimin e procesit të identifikimit të pronës shtetërore me interes për të realizuar projekte investimi në fshatin Vrinë, Bashkia Konispol. Tani syt duhen hedhur tek kadastra, aty gjenden përgjigjet reale, kush figuron sot si pronari këtyre parcelave, si janë bërë regjistrimet, mbi çfarë bazash ligjore janë njohur ose nuk janë njohur pronar të caktuar dhe çfarë profile përfaqësojnë emrat që dalin në regjistra. Pa këtë verifikim asnjë hetim nuk është i plot, sepse aty ndodhet nyja e vërtetë e skemës. Zona në fjalë ndodhet përballë ishullit të Tongos, në një pozicion që e bën territor jashtëzakonisht të lakmueshëm për investime luksoze. Sipas informacioneve të ardhura në pamfleti, flitet për një oligark të huaj që është futur në negociata për ndërtimin e një porti jahthesh luksoz në këtë zonë. Nuk bëhet fjalë për thashëtheme turistike, por për bisedime konkrete që po zhvillohen në prapaskenë për ta kthyer territorin në një pikë ankorimi për kapital ultra të pasur. Sipas informacioneve që disponon pamfleti, pronarët të disa sipërfaqeve brenda këtyre zonave rezultojnë të jenë emra të njohur të botës së krimit dhe të tregut të kokainës, persona që nuk janë shfaqur si investitor, por që rezultojnë të kenë marrë në kontroll prona me vlera shumë të larta, pa u ditur ende publikisht se në çfarë mënyre janë regjistruar ato toka dhe mbi çfarë baze ligjore janë kaluar. Burimet tona flasin për një zonë që nuk është më vetëm territor shtetëror, por një territor ku kapitali kriminal ka hyrë realisht në lojë. Të njëjtat burime për pamfletin tregojnë se kjo zonë ka vënë në lëvizje dhe struktura partnere të sigurisë, jo për shkak të thjeshtë të transaksioneve, por për shkak të dyshimeve serioze se territori i Vrinës po shndërrohet në një pikë investimi për para me origjinë nga trafiku ndërkombëtar i drogës. Sipas këtyre informacioneve, disa subjekte të lidhura me botën e krimit të vendosura kryesisht në Dubai rezultojnë të kenë blerë prona në këtë territor, me vlera të përllogaritura nga 20 deri në 30 milion euro. Pyetja që ngrihet është, a i kanë blerë, por me çfarë garancish i kanë blerë, kush i ka mbrojtur, kush i ka siguruar dhe kush i ka hapur rrugë ligjore për të futur këto para në punë. Paralelisht një tjetër figurë fuqishme ekonomike, përfitues koncesione shtetërore dhe me lidhje politike të njohura në qarqet e pushtetit, ka blerë një sipërfaqe të konsiderueshme toke në të njëjtën zonë, ndërkohë që shteti refuzon të njohë pronën banorëve real të zonës dhe i mban peng me certifikata. Të njëjtat toka trajtohen si pronë publike vetëm për të kaluar më pas tek oligarkët. Kjo pronë e cila në letra figuron si shtetërore dhe e pashfrytzuar, në realitet mban mbi supë një arkitekturë të rëndë interesash ndërmjet botës së krimit dhe biznesit të madh. Nuk bëhet fjalë për disa transaksione të rastësishme, bëhet fjalë për një territor strategjik, ku po ndërtohet një kupol e re, ku përzihen trafiku i kokainës, pastrimi i parave, lidhjet politike dhe zaptimi i tokës. Kush janë realisht pronarët e këtyre parcelave në Vrinë? Kush janë personat me lidhje me trafikun e drogës që dyshohet se kanë bllokuar shuma të konsiderueshme parash në territorin e Vrinës?
Kush është biznesmeni me ndikim të lartë që ka kopsitur në prapasken dokumentat? A ka vepruar Elira Kokona si administratore publike apo si garante për kalimin e pronës në duar private? Apo shndërrohet vrina në territor resortesh luksoze të parapërgatitura në prapasken?